Sulmuesi i Kombëtares, Myrto Uzuni, ka realizuar golin e dytë të radhazi në MLS. Në minutën e 81 të sfidës, Berata si vullosi fitoren e Austin kundër St. Louis City. Pas një kundërsulmi fantastik që nisi nga duart e portierit, 30 vjeçari u fut brenda zonës, goditi me të majtën duke shtangur portierin kundërshtar. Me këtë fitore, Austin ngjitet në vendin e 11, teksa ka grumbulluar 13 pikë në 11 javë. Ndërsa për Uzunin, ky ishte goli i 4 i këtij viti, teksa ka dhënë dhe një asist.